Elektoratin e dënuan me ekzekutim partitë politike, hienat që i drejtojnë ato dhe mekanizmat e tyre në hijet e errta të një pushteti të korruptuar, por edhe të përgjakur. Nuk kishte si të ndodhte ndryshe në një vend ku komunizmi u rrëzua pa kurban. Ndërsa ekzekutimin e elektoratit e morën në dorë militantët e partive, idhtarët e hienave, ushtarët e partive politike që janë copza të partisë MM, gjyqtarët e pagës shtetërore, grabiqarës e kotheres, që nuk janë elektorati, ata janë konglomerati, ata nuk janë populli, por përzierje të parregullta individësh, sa të dobët, po aq edhe agresiv. Votë e vjedhur, elektorati i ekzekutuar, votë e rrëmbyer, elektorati i ekzekutuar, votë e bler, elektorati i ekzekutuar, votë e tjetërsuar, elektorati i ekzekutuar, kod zgjedhor i ndryshuar, elektorati i ekzekutuar, kod zgjedhor i votuar, elektorati i ekzekutuar, marrëveshje politike, elektorati i ekzekutuar. Kjo është historia e dy partive politike në Shqipëri dhe elektoratit, popullit. Vjedhja, rrëmbimi, blerja, tjetërsimi i votës, janë pjella të hienës me militantin. 35 vite tashmë. Vjedhja, rrëmbimi, blerja, tjetërsimi janë rritur dhe janë bërë burra e gra të sofistikuar në profesionin e vjedhjes së votës. Ja pra si popullohen demokraturat, jo me elektorate, por me mandate që burojnë nga akte të pamoralshme dhe kriminale, që instalojnë pushtete të majme, dhe të mendosh që kur nuk e nderuan sipas riteve dhe traditës të vdekurin, elektoratin, por e lanë të pakallur, sërish në shërbim të hienës dhe të militantit. Sërish, në vitin 2025, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike duan të ndryshojnë kodin zgjedhor për të vrarë elektoratin, në mënyrë që hiena të vazhdojnë të mbajnë pushtetin. Ka patur vallë Shqipëria pushtues më barbar se këto dy parti politike? Mast Channel. Please subscribe.